ka pranuar në heshtje, Shqipëria do ishte kthyer më keq se Nepali, Sri Lanka ose Madagaskari mos e bëj. Do të kishte sepse zgjedhjet është një kontratë që e bën çdo qytetar dhe nuk janë partitë politike që mbrojnë vetëm zgjedhjet, por është e drejta e çdo qytetari të mbrojë sistemin e tij që ka zgjedhur në mënyrë vullnetare. Pra, nga gjithë pikpamja, raporti është i zi, nuk ka qenë ndonjëherë. Në qoftë se ne ose disa që pretendojnë që ky raport të ishte do me thënë me nota të tjera, unë jam plotësisht dakord me ju se këtu do të ishte atëre pasaj do të rrëzoj gjithë funksioni edhe i organizatës vetë, sepse ky është një raport i OSBE Odirit nga pjesa që vërtet e tha miku im Toni që do me thënë vjen me predispozit për të vlerësuar mirë apo keq. Në diplomaci, zakonisht kur vlerësojnë gjërat nga raportet, krijojnë tre këndet e katërkëndëshit. Dhe i thonë popullit, je dakord ti që ne po të themi që është partia shtet, a bëhen zgjedhjet me parti shtet? A je dakord ti që një pjesë të Shqipërisë krimi organizuar ka tentuar dhe ka vepruar duke bërë deformim të rezultateve? A je dakord ti që media në përgjithësi është e kapur e tjera? Këto janë uluritse. Çfarë thot më shumë ai? Ai nëse thoshte që këto zgjedhje, do me thënë, të jepte edhe konkluzionin që me drejt e thot Toni që e ka lënë për ta vendosur opinioni publik shqiptar, nota e këtij raporti është -2 për mendimin tim. Në akull është Shqipëria është një diktaturë dhe neve jemi përpara një realiteti që evidentojnë të njëjtat gjëra që janë parë nga të tjerët dhe neve presim tani dhe diskutojmë që pse s'bën opozita, pse të bëjmë ndryshime se na i kërkon Rama që të bëhet reformimi i opozitës dhe marrim komplet, domethënë, diskursin që na imponohet nga të tjerët që duan të fshehin gjithë atë katastrofë që është bërë në Shqipëri. Kjo është e pa konceptueshme dhe pa pranueshme edhe për neve që jemi këtu. Domethënë, kjo është një skandal i përmasave botërore, nuk e thot dot, për arsye se organizata ndërkombëtare nisen në një parim. Rendi liberal botëror, sigurisht ka institucionet, mbron ato, po në thelb të funksionimit të organizatave ndërkombëtare, të multilateralizmit që zoti Rama e ngatroi me kohën tonë të sistemit geopolitik multipolar, por është funksionimi i shtetit, ruajtja e sovranitetit të kombit dhe shtetit. Kjo është baza. Domethënë, të uaj të thonë, ja ku e ke gjendjen, ja ku e ke partinë shtet, ja ku e ke që po të masakrojnë, po të vjedhin votat, po të bëjnë, po dalin atë që the ti me drejt nga 22.000 që as kryetarët e partisë nuk konkurrojnë se është krimi organizuar mbrapa tyre, çfarë thonë më shumë? Më thuaj një gjë, se pash edhe disa të tjerë që thoshin edhe në televizion e thoshin, nuk ishte shumë i qartë, po do të thot ai që iqeni merre me shkelma se po ju del një diktator. Shiko, Zotnesh, ose dhe neve kemi pritshmëri. Ne I duam gatshme. Jo, ne kemi pritshmëri për raportin që mbase nuk janë qëllimi I raportit në vetvete. Ne presim që raporti të na thotë të iki Rama apo të mos iki Rama, apo është diktaturë apo nuk është diktaturë. Raporti në vetvete është një mbledhje raportimesh. Domethënë nuk është një raport që do vëri notën kaluese apo jo kaluese, është ajo që tatoni. Domethënë të zgjedhjeve, ai ti rendit të gjitha me të gjitha pjesët. Kjo funksionoi, kjo nuk funksionoi. Kjo ishte diskutueshme. Tani në të gjithë këto element që kanë zgjedhjet jo vetëm në Shqipëri, po sidomos në Shqipëri. Si mund dikush të dali dhe të thotë që ky raport ishte I mirë apo I keq? Kur raporti brenda ka gjithë këto fenomene, si do ndajmë ne? Vetëm një ndërprerje të shkurtër. Jo, vetëm ta mbaroj këtë se e kam dhe unë vetë pa qartë. Ka një traditë të raportet. Si do ndajmë ne? Çfarë është e keqe në raport?